Të nderuar nxënës, përshëndetje. Me ndihmën e një prezantimi, unë do t'ju paraqes për klasën e 9 lënda matematik, zgjidhja e sistemit të barazimit lineare me metodën e eliminimit. Së pari të kujtohemi çka është barazimi linear me ditë panjore. Barazimi linear me ditë panjore është baseja e dy barazimeve për cilët kërkohet zgjidhje e përbashkët. Është mësuar metoda grafike dhe tash është me metodën e eliminimit. Me ndihmën e disa shembujve do të prezantojmë se si mund të zgjedhim një barazim duke zbatuar metodën e eliminimit. Ekzistojnë sisteme të barazimit në cilët numrat para njëndrishore nuk janë të njëjtë. Në këtë rast, duhet që njërin ose të dy barazimet në sistem t'i shëmzojmë me numrin përkatës. Për t'i bërë koeficientit pra njërës ndryshore të barabartë, kërkojmë shëmfishin më të vogël të përbashkët të tyre. Pastaj i mbledhim ose i zbresim barazimet e fituara. Me disa shembuj do të tregojmë se si mund të zgjedhim një barazim duke përdorur metodën e eliminimit. Marrim shembullin 1. Të zgjidhet sistemi i barazimeve x plus 2y barazime 6, 3x minus 4y barazime 28. Së pari, të dy barazimet i shënojmë me 1 dhe 2. Që t'i bëjmë të barabartë koeficientet pandryshorës x, barazimin 1 e shëmzojmë me 3 dhe fitojmë 3x plus 6y barazime 18, ndërsa barazimi i dytë mbetet i njëjtë, 3x minus 4y barazime 28. Zbresim të dy barazimet mes veti dhe eliminojmë ndryshoren x. Mbetet 10y barazime minus 10, që dhe me thonë se minus 6 here minus 4 e barabartë me 6 plus 4 që është 10, ku kemi fituar 10y. Tani të dy anët e barazimit i pjesëtojmë me 10 dhe fitojmë y barazime 1 me minus 1. Që ta gjejmë vlerën e x-it, duhet ta zaventësojmë y barazim minus 1 në barazimin 1. Dhe me thonë, të barazimi i parë kemi x minus 2 barazime 6. Nga u fituar x minus 2 barazime 6, pra të barazimi x plus 2y barazime 6, y-in kemi zaventësuar me minus 1 dhe kur shëmzuar me 2 ka mbet minus 2. Që të thotë tani të dy anët e barazimit shtojmë dyshin dhe fitojmë x barazime 8. Pra, zgjidhja e sistemit është x barazime 8 dhe y barazime minus 1. Ekzistojnë mundësi që të kontrollojmë se e kemi në rregull të zgjidhur sistemin e barazimit apo nuk e kemi në rregull të zgjidhur. Kontrollojmë zgjidhjen. Që të kontrollojmë zgjidhjen, marrim x-in dhe y-in, zaventësojmë të barazimi i parë, për shembull. 8 plus 2 herë minus 1, që është 8 minus 2, barazime 6. Pra, ana e majtë është e barabartë me anën e gjatë. Të njëjtën që e plotëson kushtin. Të njëjtën gjë e vërtetojmë edhe te barazimi i dytë. 3 herë 8 minus 4 herë minus 1. 3 herë 8 bën 24 plus 4, që thot 28. Edhe ki e plotëson kushtin e dytë. Pra, zgjidhja e sistemit me të vërtetë qenë ka x barazime 8 dhe y barazime minus 1. Shohim shembullin 2. Të zgjidhet sistemi i barazimeve 5x plus 3y barazime 26 dhe 8x plus 5y barazime 43. Të ky sistemi i barazimeve, si në shembullin e parë veprojmë, shënojmë barazimet 1 me 2 dhe të ky sistemi i barazimeve nuk kemi numra të barabartë para ndryshoreve ose x ose y. Që të bëjmë numra të barabartë para ndryshoreve dhe të eliminojmë ndryshoren, për shembull ndryshoren y, gjejmë shëmfishin më të vogël të përbashkët të 3-shit dhe 5, që është 15. Dhe kështu, barazimin e parë do ta shëmzojmë me 5, kurse barazimin e dytë do ta shëmzojmë me 3. Do të fitojmë sistemin
5x5 25x plus 3x5 15y barazim me 5x26 bën 130 dhe 24 8x3 24 plus 5x3 15 dhe 43x3 bën 129. Tani zbresim të dy barazimet mes veti dhe eliminojmë ndryshorën y. Pra, kur zbresim 25x minus 24 x mbetet 1x. Pra, x-i barazim 130 minus 29 bëjnë 1. 15y dhe minus 15y është eliminuar që do të thotë ka mbet x i barazim 1. Tani që të gjejmë y-in, në njëjtën mënyrë veprojmë si në shembullin e parë. Pra, te barazimi i parë zaventojmë x barazim 1, do të fitojmë 5 herë 1 5 plus 3y barazim 26 plus 5 a bartë 9 qëtër bëhet minus 5 dhe 26 minus 5 bën 21, mbetet 3y barazim 21. Tani barazimin 3y barazim 21 e pjesëtojmë me 3 dhe fitojmë y barazim 7. Pra, konstatojmë se zgjidhja është x barazim 1 dhe y barazim 7. E njëjtë mënyrë do të kontrollojmë se e kemi në rregull zgjidhjen e sistemit të barazimeve apo nuk e kemi në rregull. Apo zgjidhja është e saktë apo nuk është e saktë. Kontrollojmë zgjidhjen. Te barazimi i parë në vend të x-it zaventojmë 1 dhe në vend të y-it zaventojmë 7, që fitojmë 5 herë 1 plus 3 herë 7. Barazi 5 herë 1 5 plus 3 herë 7 21, 5 plus 21 bën 26, që përfundojmë se është e plotson kushtin e parë. Çojmë kushtin e dytë. 8 herë 1 plus 5 herë 7. 8 herë 1 8 plus 5 herë 7 35. 8 plus 35 barazim 43. Shpresoj që këto dy shembuj do t'ju ndihmojnë juve që të zgjedhni detyrat në vijim që i kam parashtruar detyra për ushtrime. I keni disa detyra për ushtrime, pra me metodën e eliminimit të zgjidhjen sistemit e barazimeve. Keni disa barazime, për shembull disa sisteme të barazimeve, 8x minus 3y barazim 26, dhe më thonë të gjitha me radhë në sistemet e barazimit ku keni numra të njëjtë, para ndryshorës x ose para ndryshorës y, ato drejt për drejt i zbritni. Kurse te sistemet të cilët nuk keni numra të njëjtë, atëherë krijojmë duke përdorur shumëfishim më të vogël të përbashkët të tyre. Shpresoj se kjo video do t'ju ndihmoj juve që të sa të pak të kaloni kohën tuaj duke mësuar dhe të ruani shëndetin tuaj duke qëndruar në shtëpi. Qëndroni në shtëpi për arsye se shëndeti është mbi të gjitha. Shpresoj që sa të pak ju ndihmon në mësime. Me respekt nga unë,